Atëherë mos isha në burg, për çfarë arsye më respektoshin? Ma kthe pak përgjigjen. Çfarë respekt, o vllai, respekt, çfarë si është respekti që më respektosh? Respekti ka pas maksimum Po kudo që më flasim për vaj. audiencë, o vllai, të kesh 800 veta, të kesh 20 veta dhe mu me 20 veta më respektojnë. Kur kam 1000 do më shajnë 200. Por edhe 800 kam unë shoku, nat për nat. 800 ke shoku, po 20 veta shoku. Tip e lali, tip standardi. Nuk vjen njëri të mësoj mu këtu o shok. E di kush vjen mësoj mu Ase këtu, te ne pron kala me magje. njerëzit mani standard me gjithë pranaj valla. Ore, o vllai, është ndryshe te kundryshe te ty. Te komentet e tua po të viu tash mund gjej 30 veta duke shajt. Te kun i gjen apo se gjen njerin. Po. E kupton apo jo? Është komplet ndryshe. Ose pa gjuan tash këta, mund të vinë shanaj nati, po se kështu e diun që ndodhi. Ore vlla, po këta, gjej sekond, ky ka bërë një gjë Greca. Si thot iko ti për çfarë? Po se gjojaj, sa ta thash unë Po babale, gjej sekond do gjore. Gjej sekond do gjore. O dakord, çuna pse shajnë këtë, pse nuk shajnë atë. Ore, po klevisim pse vjen e shajnë. Se e din që acarohet dhe reagon në sharjet. Edhe qa bëjnë ata? Bëjnë mblidhen një tuf me kalamaj, i hyjnë atje dhe tapatap e shajnë. Po Klevisi nuk është për t'i sharma manore. Shpo kalamaj Klevisi për t'u sharë. O profesor, ato më gjoshi se këta nuk duan me kuptu. Këta më thonë mund të tallkari me njerëz. O vlla, këtu secili shkruan mundsi. Me atë vetëm, babalja. Me atë vetëm, babalja. Se besojnë ta shajnë një sekondë Grec. Klevisi nuk besoj se e shajnë për ta acaru, Klevisin e shajnë për atë që është. Ne bëjmë shaka, për atë që është. O vlla, po do të Klevisin ta them pse shajnë Klevisin. Ta them pse shajnë Klevisin. Ka thënë njëri çik sharop kot, pa msha. Klevisin në shoku im e shajnë për vetëm arsye se Klevisi e shan njëri, vjen njëri sikur më shamu njëri tani këtu, edhe ai jep rëndësi atit. I jep rëndësi atit, acarohet, eskalon, e kupton? Edhe fillon tjetri se gëzon. Edhe shajnë gjithë. Edhe shajnë gjithë, por ta shajnë Klevisin. Unë kam thënë Klevisin 5 herë, Klevis, mos e shaj atë që të shan lere, bëj si shikon atë, bëj mute, bëj blok valla. Është njëri valla, me një adresë, me tjetër emër hap për herë. Mund të ketë hapur 20 apo 50 adresa të reja, kupton? Edhe vjen më shan për ditë. Vjen shan për ditë, unë si kthej asnjëherë përgjigje. Ai aty tërbohet valla, që pse s'e kthejmë përgjigje. Po ti kthejmë përgjigje ai kënaqet, o shok. Knaqet o valla. Lodhet edhe ai ikën varikari po nuk po kemi gjë avandi, po ore normale. Gjithsesi këtu është çështja zgjedhje. Edhe normalisht o babale, gjithsecili nga ne ka zgjedhur mënyrën e vet të ta bërit këtë që quhet TikTok. Për atë po të them edhe unë po. Ti ke zgjedhur mënyrën tënde, Greca ka zgjedhur mënyrën e vet, Franci ka zgjedhur mënyrën e vet. Gjithsecili mundohet të bëjë Franci ka filluar bëj kështu në hall, hyn në herë vëlla, se më përpara kisha çik adrenalin, ka dalë nga qefi tani. Futem në herë, ja sot më ka kapur 1 orë vëlla, s'kisha net në herë 1 orë, kështu që 3 të ulja. Po s'kene ti se ti, ose do të kam thënë edhe unë një herë, ti je në burg shoku. Ti duhet të bësh lojra, ti si të bësh lojra. Unë ta kam thënë 500 euro ose 3, ty duhen lek. Ti thu jo po se do ndihmoj shokët apo do gjej se unë kari mpill. Ore Franc, kur ti duash ti ato shokët, nuk të vjen asnjëri na mbrapa. Ku i ke shokët? Ku i ke shokët? Si ke pra? Ti duhet rrije valla, ti je në burg, ti po rri këtu lloj-lloj. Ike më mirë të vujt çike se. Po rrin lloj-lloj robi, ore do akorda të zgjedhë jote pse çfarë do bësh. Ktu ke lloj-lloj robin TikTok për shoku im, që po kanë mundësi me punuar me të gjitha, edhe prap po rrin TikTok, edhe një lule nuk ta gjujnë mbrapsh. S'ta gjujnë një lule mbrapsh o shoku. Ta lek po. Mundësinë e ke. Je brenda burg, si zotit e ke telefonin, në vend se ti bësh 2 lekë aty, e kupton, si zotit shqiptarët kanë sedër, edhe ja din vuajtje njëri tjetrit se kanë vujt vetë, nuk ka familje shqiptare që ka pas njëri në burg. Mirë janë nesër kanë big match, shoh herë. Çfarë do bëj? Edhe gjithë besoj se i kanë suportuar kur ka qenë nëpër burgje. Mu të paktën shqiptarët më kanë ndihmuar. Po, na. Edhe ke mundësinë ti, ti do plakut, nare plako 1000 euro sot mbaj ik dil me plakën, haj në drek, haj dark. Fix. Jo ta marrësh plakun në telefon ti thosh shok më dërgo 200 euro. Sa shumë mërzitet ai. Kurse kur ja dërgon ti thotë vërtet në burg ky, po prit se të paktën po na mbanë ne po mbane vete. Fix. Ashtu e lehtëson ti, se ndryshe s'o lehtëson dot o vëlla. Tash çka më bën, çka kari do bën, tash janë dhënë 32 vjet, ç'a të bëj tash? Dal tu tem plak zonë, ju që jeni në burg vëlla, ore ju që jeni në burg u takon me ligj vëlla, jo u takon. Po i the shumë mirë Francit edhe Franci duhet ta ketë si për detyrë vëlla, si punë. Ore ma ka thënë ka. Unë kam thënë sot ti të kam 2 vjet që i them ti të shoku. Po Franc, gjoj sekondë gjore, se bashkë kemi ashtu me fjalë për njerëz.
Vlla, ti duhet ta kesh të paktën 6 orë punë me detyrim, o vlla. Vajt një orë të dhem koka. Unë kam dhe energji e lali. Ti, o shok, kam ke pa më të unë sam Terezinë, herë sam Terezi fare me me familje kam nevojë maksimum. Rritë tortu o shok. O Gres. O babale, ika, o Francë, ika. O Gres, mos u mërzitër. Çfarë të bësh? Se do bëj? Bësh dhe ti. Ço do mëzitë ti? Ça bësh? Ai bën të mëzitë ti. Po jo them do bësh dhe ti ditë, them mos e vrit menjen. O Gres, dëgjoj mua. Ore vlla, ai është në rregull me veten ore. Le çaj them, unë i them që nuk gjë çik, unë i them kaq, që mos e krahaso vetëm me disa njerëz të tjerë vlla. Po e bat më i madh se Jul Deta. O Gres, më dëgjoj çik mua lari këta. O Gres, më dëgjoj mua lari këta. Xheloz që do bëhet ky me mama Jul Deta apo na bëhet po ti shi modën ka tresh në gjërat që bën. Grec, herë dysh, herë tresh në gjërat që bën vlla, shto dozën. Do të vesh atje ku ke nisur. Shto dozën o vlla. Jepi drejtim, herë 2, herë 3 dhe në dorez. Shto dozën e videove, të live-eve, të atyre budalliqeve që bën. Shto dozën. E kaq vlla, ose lëre ose shto dozën. Do të mbijetosh e tezësh lart. Shto dozën vlla. Është vetëm një rrugë. S'ka opsion tjetër. Për shembull tani do të dalash tek me çaj kemi. Po nuk luaj dotën në vetë shumë. Ja, pse nuk luam dot valla? Kështu tash ato filli, jo nuk thosha. Ku luajmë në një gjë i fortë tash të rraf. Hajde luajm bajmi bash. Aty dik të trurit do të sim rrefti mua valla. Të rrafi tash valla. Po pse s'u rrif çdo thotë? E kam për mall o çuna, e kam të shtojë dozën. Erdi gjërave që bën videove, live-eve, reklamave. Lusha me njërin, lusha sha. Unë s'disha fare, ai po mëson të shah mua. Edhe hajde më thoshë, më lozim shahadi thoshë. Por unë s'di se është i ngurtër me rrep shtëpie. Ta jam fillova pa më di. Por e po tha, ti s'di me çu gurt, më tha më valla. Po jam sot i thash. Jam mësoj më, baba, i herë 2 herë tash kam me trafo. Po i gjesh më tha më çneti me mraf mu. E kupton se po mësonte mu. Erdhi dita e rrafë, atë as më rrifte të më muaj. I thash herë. Po tani që të kapa. Po ka bim ti ka përgjithë gjitha lëvizjet ai se ka rujt një për vetë. Tole nuk ka përgatim ai valla, ai lunde për më rraf mu. Unë social lëvizjet ai. Edhe e vërtet dita që unë rrafa. E di se është ky muhabet o Francë, i ka qenë i çuni i vogël i dobët i imet ky. Boksier, ka pas ëndër me bë boksier. Edhe shkonte te ky trajneri dhe thoshte ore po unë s'bëm dot, jam i vogël, as e bësh, edhe kaloi koha, pastaj masa kohash, prapa shu ngeli, as u bë asgjë. Po normal se po thes s'bëm, o shok. Ti s'ke vënë vetë Ka këto, më thonë se çfarë thot ai tjetri, mo 3 qira, por ka derë ai qira nuk ma kari hiç mu. Mjafton rrethin tim ta kem rregull, më rrot ka